Faleminderit, zoti kryetar. Si njeri që jam marrë shumë personalisht me këtë çështje dhe patjetër që e kam ndjekur edhe veprimtarinë e autoritetit të dosjeve, meriton që sot të themi disa gjëra përtej raportit. Sigurisht, çështja e dhënies së titullit qytetar nderi të një ish persekutori të dalluar edhe ku në qytetin e Lushnjës ishte shumë e rëndë, por ajo që unë nuk po e besoja për një moment ishte që bashkia kishte kërkuar, por ajo që s'po e besoja një moment ishte që autoriteti kur ishte pyetur nga bashkia nuk ishte bërë kërkimin e duhur. Dhe reagimi i autoritetit më pas nuk më pëlqeu, sepse ngjarja ishte shumë e rëndë. Dhe sot që flasim, një persekutor mban titullin qytetar nderi, pikërisht në qytetin që ka degdisur në internime me dhjetra dhe me qindra familje. Bashkia e Lushnjës nuk e ka hequr titullin e nderit ende sot që flasim. Kjo është më keq se fyerje. Nuk ka se ku mund të shkojmë më. Se tha kolegu parafolës që kam qenë 3 vjeç kur ra komunizmi, merremi me komunizmin, po si mos merremi me komunizmin? Imagjino tani një antar të partisë naziste që ka degdisur hebrejt kudo e të nderohet në një qytet gjerman me qytetar nderi. Është e njëjta gjë. Me rezolutat që ka miratuar ky parlament, nazizmi dhe komunizmi është e njëjta gjë. Ndaj ndoshta për ta thjeshtësuar pak më tepër, duhet të themi që sa herë që nderohet një komunist, nderohet një nazist. Kaq e thjeshtë është. Kjo është përtej normales dhe unë uroj që përfaqësuesit e maxhorancës t'i thonë kryetares së bashkisë atje, megjithëse ajo ka halle të tjera, ndoshta me drejtësinë, që të tërheqin titullin e qytetar nderi. Tani, çështja me të kaluarën komuniste është shumë e rëndë se kaq. Tani, secilin për jush do doja që ta vinte veten sigurisht përfaqësues i një familje të përndjekur. Pra kur ra komunizmi, s'kisha as pronë nëse ta kishin marrë, s'kisha as arsim, se s'kishe lënë të shkollohesha. Madje s'kisha as vitet e punës se kishe qenë internimeve. E sot një familje që ka vuajtur në komunizëm nuk ka as pension, në shumicën e rasteve nuk ka marrë as pronën dhe nuk ka marrë as atë kompensim. Sot janë mbi 200 milion euro ende të padhëna për këstet për të përndjekurit politik. Mbi 200 milion euro. Me këtë ritëm do duen edhe mbi 10 vjetë të tjera. Nuk e di, domethënë, çfarë kuptimi ka kjo? Pa llogaritur tjetër, pensionet më të larta në këtë vend i kanë ish punonjësit e Ministrisë së Brendshme, ish punonjësit e Ministrisë së Mbrojtjes, njerëzit që ka bërë repreziali në këtë vend. Familjet e përndjekura politike nuk marrin asnjë pension minimal. Kjo nuk është drejtësi pra. Nuk është drejtësi kjo. Prandaj, në parlamentin e kaluar, zoti kryetar, është marrë një iniciativë për amendimin e ligjit për kompensimin, sepse janë ende 1500 familje që s'kan kapur afatin për të aplikuar. Ju lutem shumë, ky parlament duhet të angazhohet që dhe këto familje të kenë afatin, që të kenë mundësi të marrin të drejtën e tyre, se nuk është çështje afati kjo. Tjetër, për çështjen e shtrave dhe të mosgjeturve. Kjo është një skandal tjetër. Kjo është akoma më e tmerrshme. Ndoshta ju nuk e besoni, por Serbia ka lejuar ICMP-n që është në Shqipëri, institucionin e OKB-s, të gjejë shqiptarët e Kosovës të vrarë në territorin e saj dhe janë gjetur. Në Shqipëri nuk mundsohet akoma. Kam pyetur prokurorin e përgjithshëm në parlament, i cili ka dhënë garancinë që sa herë të gjendet një eshtër, një mbetje, prokurorët të jenë aty. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, di pse është e rëndësishme kjo, të nderuar koleg, sepse në momentin që gjendet një eshtër njerëzore, prokurori duhet hapi hetim. Të hapi hetim dhe të shkoj, a është torturuar, kush e vrau këtë person, dhe të hapi hetim penal ndaj këtyre personave, sepse sot ne nuk kemi dënuar asnjë person për krimet e komunizmit. Imagjinoni, vendi me diktaturën më të egër të Evropës nuk ka një të dënuar për krimet, 6.000 të vrarë, gati 30.000 njerëz në burgje, llogaritet mbi 60.000 të tjerë në internime, megjithëse shifrat të sakta nuk kemi. Është e vështirë dhe kjo pjesa e shifrave të sakta. Çfarë mbetet për të bërë? E ka detyrim ky parlament për te
të majtës së djastës, sepse të dyja kanë përgjegjësi për një dështim të tmerrshëm për këtë çështje. Por ne nuk mund ta zvarisim pafund kompensimin e përndjekurve politik, sepse është kriminale ta zgjasim. Së dyti, ne do të angazhohemi të kemi një ligj për kujtesën kolektive, të nderuar koleg. Ne do të kemi një javë mësimore në shkolla për të mësuar për komunizmin, që nxënësit të shkojnë në Spaç, të shkojnë në kampin e Tepelenës, e të mësojnë të vërtetën se çka ka ndodhur në vendin me diktaturën më të egër të Evropës. Dhe me thënë të drejtën, dua të shoh që maxhoranca të bëjnë një lëvizje, sepse ka njëherë më duket absurde se si kjo maxhorancë kujton se ka nisur historinë e vet në 1941. Aty e ka nisur. Dhe ka figurat e së majtës të jashtëzakonshme, që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, por që nuk i nderon kush vetëm e vetëm se ata i ka vrarë ose i ka nxjerrë jashtë loje Enver Hoxha. Domethënë, pse nuk flet e majta? E kam përmendur edhe më përpara, maxhoranca, për një figurë që unë e dua shumë, ai ishte nga themeluesit e së majtës, madje një nga ideatorët e Bashkimit Evropian, Lazar Fundo, i cili u pushkatua me orë të drejt për drejt e Enver Hoxhës në kohën e luftës. Imagjinoni, ai është një nga themeluesit e Bashkimit Evropian në gjithë projektin politik që u bë në burgun e Ventotërnes. Po pikërisht për faktin se u vra nga Enver Hoxha, e majta ose maxhoranca në Shqipëri sigurisht nuk mund të merret me një figurë të tillë, po do merret vetëm ato kuadër që ka lënë e majta e trashëguar nga Çarla Enver Hoxha e përtej. E majta është më shumë se kaq. Dhe ka shumë figura të së majtës që ne duhet t'i nderojmë, pavarësisht se çfarë raporti ka pas Enver Hoxha me ta. Ne kemi dështuar me të kaluarën e komunizmit, dhe ky është një nga turpet më të mëdha të shoqërisë tonë, të politikës tonë në veçanti. Ne nuk u dham drejtësi atyre familjeve, ne nuk u dham ato pak para që ata meritonin, por edhe sot ne nuk e kemi të qartë ende se çfarë do ta bëjmë, çfarë do të bëjmë për të mbyllur të plagë të madhe. Nuk e kemi të qartë. Flasim në ajër, por nuk e dim se çfarë duhet të bëjmë për ta zgjidhur plagën e të kaluarës. Ne do të dënojmë krimet e komunizmit, dhe ta bëjmë konkretisht, dhe të mbyllim dëshpërblimin, dhe të japim mundësi financiare njerëzore të gjithë tyre institucioneve që merren me të kaluarën, që vërtet të merren me të kaluarën, se sot, nderuar koleg, nxënësit në shkolla nuk mësojnë për diktaturën komuniste, edhe pse përjetuan diktaturën më të egër në gjithë Evropën. Faleminderit.